Krisht edhe vetë familjen, në thash edhe ma herët, nga që jam avokate, na trajtojmë shumë raste të shkurërzimit pikrisht për shkak të këtyre problemeve, sepse njerëzit hynë në martes të pa përgatitur, të pa dishëm për këto aspekte. E përmenda dhe ma herët, të mos e përsëris. A do të me pas një ligj më të fuqishëm ekonomik kështu për mi mbështet nënat që janë të vetme tash, se ndoshta ka raste që është një gru e vetme dhe detyrohet ose me braktisat fëmijë tash, po kthehemi te braktisja që është e dhëmshme ajo shkutja. Po, është e vërtet, kemi zbrastir ligjore që do të trajtonte mbështetjen qoftë psikoemocionale, qoftë mbështetjen financiare të nanave të vetme. Tash, natyrisht, ajo është debat i hapur, a është mirë me konë nanë e vetme, pse është ajo e vetme, pse ka ardhur puna me lindë e vetme të tjera, po në çdo rast është mirë që ne të kemi një bazë ligjore për trajtimin e këtyre rasteve, pikërisht